Këtë apartamente në Tiranë që do shiten këtë vit me 10.000 euro metri katror? Që ka patur vjet për shembull? Këtë vit që po vjen 2026. Jo, me 10.000 euro 2026 nuk kapet. Nuk kam. Jo, nuk kapet. Kush do të jetë çmimi mesatar në Tiranë, në qendër? Nuk kapet. Atëherë unë do jap një statistikë të thjeshtë. Zonat se dua Po jo, s'është mesatarja 5.000. të përforcoj, jo, të përforcoj 3.000. Jo, 1.800 e ca është mesatarja për gjithë Tiranën, jo vetëm për qendrën. Po mos më në qendrën, domethënë. Atëherë prandaj dua ta specifikoj, që mos të ngatarohet publiku. 32 Më falni të jap vetëm një arsyetim nga eksperjenca ime. Nga dijet e mia profesionale që unë hasëm për ditë se kam dhe një kompani të tillë që merren për ditë me transaksione. Ka zona kadastrale, kush është qendra e Tiranës që do ketë një rritje deri në 2030 dhe periferitë e Tiranës, për mendimin tim nuk arrin dot më shumë se 10-15% rritje. Sa lek, sa lek. T'ja japësh të qartë zonë kadastrale, për shembull, Kamza. Qendra, derisa do shkoj maksimum, qendra. Alidemi, qendra, zonat elitare të Tiranës. Po, brenda Unazës. Nëse sot për shembull, e zëm ke Stadiumi Arena, ke zona kadastrale 81, 8160, 8190. Sot neve i kemi zonat qendra, që është ke bulevardi. Nëse kemi apartamentet e reja që janë ndërtime cilësore. Po? Nëse sot e është shitur me 3.500, 4.000 euro metri. Sa do të shiten 2026? Në 2000, s'po flas vetëm 2026. Në vazhdim. Nga 2025 deri në 2030. Po, sa do të shiten? Unë jap që do shkoj 7.000-8.000 euro metri. Në atë zonë. Në zonat elitare të qendrës së Tiranës. Pra s'do ketë urdhje. Se është kaq e vogël në nuk ke ku. Po në periferi mesatarisht është 1.500, sa do të shkojë? Periferia. Ja vetëm një sekond. Do bëj një krahasim që edhe publiku na të informohet me aq mundësi financiare sa do të bëj një apartament, një çift i ri për banim për shembull. I ka zonat Shkoz, Paskuqan, Ysberisht, zonat periferike të Tiranës që sot edhe ato kanë avancuar, janë rritur, se ka qenë me 980, ka qenë me 750 metri katror para 2 vjetëve. Derisa do shkojë aty maksimalisht? Ajo do ketë vetëm një rritje 10-15% maksimalja. Domethënë 1.800 deri në unë e bëj diferencën, më fal, ta përfundoj edhe këtë. Periferitë e kryeqytetit të Shqipërisë të Tiranës kanë arritur çmimet njësoj siç janë në vendet e rajonit të Ballkanit. Nuk kanë ku të shkojnë më lart. Elitarët, zonat kadastrale në qendrën e Tiranës do kenë rritje.